Qeveria e ka emëruar ish-deputetin Salim Sulejmani, i cili dha dorëheqje pasi krahu i Aleancës së Taravarit doli nga qeveria si të dërguar special të vendit për vendet arabe. Të emërohet Salim Sulejmani si i dërguar special i qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për vendet e Gjirit Persik, thuhet në vendimin e qeverisë. Pas këtij emërimi ka reaguar Arben Taravari, duke thënë se informacionet e tyre për pazare nate, shantazhe dhe transfere interesi dolën të rësisht të sakta. Mengut, në seancën e fundit të qeverisë së VMRO DPMNS dhe Vlenit, ish-deputeti Salim Sulejmani u emërua si dërguari special në Arabinë Saudite dhe jo si ambasadori plotfuqishëm, siç ishte pritur nga ai dhe mbështetësit e tij. Sipas tij, ky emërim është një nënshmimi drejt për drejt, i cili vetëm se e konfirmon natyrën e pazarit të ulët politik, në këmbim të dorëzimit të mandatit të deputetit. Taravari në reagimin e tij thotë se edhe një tjetër skenari paralajmëruar nga ata po bëhet realitet, dhe ai është se Azir Aliu po emërohet ministër i shëndetësisë. Një tjetër post personale që blen heshtje dhe tradhti ndaj vullnetit të qytetarëve shqiptar. Këto emërime, së bashku me zhvillimet që priten në ditët në vijim, janë dëshmi e qartë se grupi Arben Fetajt është instrument qeveritar i joshur me privilegje dhe koltuk, i cili ka vetëm një mision: të dëmtojë Aleancën për shqiptarët dhe të trajtojë interesin qytetar shqiptar. Taravari në reagimin e tij thotë se fytyra e vërtetë e komplotistëve të mbështetur nga qeveria po del në shesh. Derisa Vlen dhe krahu i komplotistëve të ASH-s po qëndrojnë në një qeveri antishqiptare, ne, Aleanca për Shqiptarët, qëndrojmë me qytetarin shqiptar, i cili po e braktis këtë kast pa legjitimitet dhe pa përkrahje popullore. Thuhet në reagim, kushtohet se ata nuk bëjnë pazare me të ardhmen e shqiptarëve.